fokusit e institucionet që garantojnë zbatimin e ligjit punës, po përpiqemi të ndërtojmë një model bashkëpunimi ku institucionet dhe bizneset shihen si partner në zhvillimin ekonomik. Të kemi Këshillin Ekonomik-Social, kemi marrëveshjen e përgjithshme kolektive, kemi bërë punë të mira në të mirë të punëtorëve. Një prioritet i veçantë i qeverisë sonë mbetet fokusi e institucionet që garantojnë zbatimin e ligjit punës. Në këtë drejtim, Inspektorati Qendror i Punës është duke u fuqizuar. Vetëm pak javë më parë, në qershor 2026, është hapur konkursi për 39 inspektor të ri, prej të cilëve 24 për siguri dhe shëndet në punë dhe 15 për marrëdhënie pune. Ky është një hap i rëndësishëm për rritjen e kapaciteteve të inspektimit dhe për forcimin e zbatimit të legjislacionit të punës në terren. Këto masa synojnë një vetëm rritjen e punësimit, por edhe garantimin e punësimit të qëndrueshëm dhe afatgjatë. Në këtë mënyrë, po përpiqemi të ndërtojmë një model bashkëpunimi ku institucionet dhe bizneset shihen si partner në zhvillimin ekonomik dhe në krijimin e vendeve të punës. Është e vërtetë që sfida ka ende, por drejtimi është i qartë, fuqizimi i drejtave të punëtorëve, rritja e standardeve të punës dhe ndërtimi i një ekonomie e cila funksionon për qytetarin. Dialogu social mbetet instrumenti i rëndësishëm për ta arritur këtë qëllim dhe ne jemi të përkushtuar për bashkëpunim të vazhdueshëm me PSPK-n dhe partnerët e tjerë. Po, për neve është shumë e rëndësishme të fillojmë të kemi Këshillin Ekonomik-Social, edhe të fillojmë dialogun social, edhe ta kemi marrëveshjen e përgjithshme kolektive. Domethënë kjo është pika më e rëndësishme. Mandej sigurimi shëndetësor, ne po flasim shumë që sa vjet është votu ky sigurimi shëndetësor, por ne ende nuk e kemi të funksionalizuar. Për shembull, njerëzit i shpenzojnë rrogën e tyre të them, domethënë për barë në gjëra tjera dhe ndoshta nuk mbetet fare edhe për ushqim edhe për gjëra tjera. Po ne kemi bërë shumë punë në atë aspektin, domethënë mbështetje të punësuarve në Kosovë përkundër vështirësive që i kemi pas, se s'kemi pas Këshill Ekonomiko-Social edhe s'kemi pas marrëveshjen e përgjithshme kolektive. Mirë po federatat për shembull që janë mbrana BSPK-s, domethënë kanë bërë punë të cilat domethënë kanë ecë bashku me BSPK edhe kemi bërë punë të mira në të mirë të punëtorëve, edhe pse domethënë ne kemi kryer punë tona për çka jemi të thirrur, edhe pse thash edhe një herë na ka mungu marrëveshja përgjithshme kolektive, e cila ajo është një kushtetut për punëtorët. Po ta mbërrim marrëveshjen e përgjithshme kolektive për neve është një gjë shumë e mirë, se mbrohen çito lëndimet edhe vdekjet në punë.